Jemi kthyer në studio të nderuar miq dhe ishte bloku I dytë I pasaportave televizive. Përpara se ne të shkëputeshim për hapësirën publicitare, ishim duke folur pikërisht për historinë e Lirim Hakanit. Dua t'ju them se kanë mbritur të tjera informacione dhe telefonata në lidhje me Lirimin dhe do doja të bënim të jepnim cilat kanë qenë ato më të rëndësishme të cilat mund t'i publikojmë në lidhje me fatin e Lirim Hakanit. Portenca. Po hajde sa po erdhi një informacion nga një zotëri I cili pohoi se para një viti e ka takuar Lirimin në Fidenca, pjesë e Parmës, domethënë në Itali. Në Fidenca para një viti. Ky zotëri bazoi vetëm tek foto apo I ka takuar? Jo, e ka takuar personalisht, domethënë Lirimin. Mund të më bëni një lidhje me këtë zotëri I cili ka dhënë këtë informacion, të marrim vesh se ku e ka takuar në çfarë zone. Unë shpresoj të gjithë pres që të telefonojnë gjithë shqiptarët nga Parma të cilët mund të na ndihmojnë natën e sotme. Do doja të jepnim edhe një herë adresën ku është mendohet se mund të ndodhet Lirim Hakani, I cili jemi duke ndjekur foton e tij në këto momente për të gjithë ata persona të cilët e kanë njohur ose ndoshta e kanë parë në Parma, aty ku ai ka humbur kontaktin me familjarët më datën 30 maj të vitit 2004. Atëherë Stella, japim edhe një herë adresën ku mendohet se mund të ndodhet momentalisht Lirim Hakani. Po Aida, sipas adresës që neve kemi gjetur dhe na është dhënë, mendohet që Lirimi të jetë në Fidenca momentalisht. Të dhënat e tij unë I përmenda edhe pak më përpara. Në Fidenca, në Parma, apo jo? Në Parma, po, gjithmonë. Bernard, javën e kaluar ne kemi arritur të gjejmë një adresë ku ishte regjistruar edhe biznesi I tij, apo jo? Në fakt ka qenë një vend pune si përmarrës, megjithëse ka ndryshuar si adresë, por gjithsesi nisur nga gjithë informacionet që kemi arritur të marrim edhe nga ato që komunikova me kolegët e tjerë. Momentalisht adresa e tij është në Fidenca. Në Fidenca. Besoj se mund të jetë në Fidenca të Parmës, sipas të dhënave. Ndërkohë unë do doja natën e sotme të kishim një telefonat, ndoshta nga shqiptarë që jetojnë në Fidenca të Parmës, dhe sipas të dhënave që ne kemi ka shumë shqiptarë aty, të cilët mund ta njohin Lirimin. Ju lutem nëse keni mundësi të telefononi natën e sotme, kemi nevojë për ndihmën tuaj për të verifikuar pikërisht faktin nëse Lirimi vazhdon të jetojë aty. Unë gjithsesi do doja t'i bëja një thirrje vetë Lirimit, nëse më ndjek Lirim në këto momente, haroj gjithçka që mund të ketë ndodhur ndërmjet teje dhe familjes tënde, ke detyrime për nënën tënde dhe për dhimbjen që ajo përjeton, të telefonosh. Vetëm të marrim vesh se je gjallë. Në këtë moment askush nuk do të ndërhyjë në jetën tënde private, në të gjitha që ato ti ke, por mos haro se nuk mund të ndërtosh asnjëherë lumturinë mbi dhimbjen e nënës tënde dhe të familjes tënde, të cilët kjo dhimbje vazhdon të shtohet akoma më shumë për vetë faktin se ti je larg këtyre dhe ata nuk e dinë se çfarë është bërë me jetën tënde. Duke marrë parasysh dhe dhimbjen që ka përjetuar familja jote, humbjen e 2 vëllezërve të tu, largimin e tyre nga jeta, akoma më shumë mendoj se ti duhet të telefonosh sonte dhe t'i thuash nënës tënde se je gjallë dhe je shëndoshë mirë. Duke lënë mbrapa të gjitha ato të cilat vërtetësi të cilat mund të kesh kaluar dhe jam e bindur që ke kaluar shumë sepse je I larguar në një moshë vërtet të vogël nga Shqipëria, në moshën 17 vjeçare, por të paktën për nënën tënde ke detyrime të lajmërosh se je gjallë. Vetëm kaq dhe askush nuk do të ndërhyjë në jetën tënde. Këto janë ato thirrje që nëna jote I ka bërë që në momentet e para kur është publikuar historia juaj dhe vazhdon t'i bëjë dhe natën e sotme. Shpresoj pra që ti të vetë të telefonosh pa lodhur shumë persona të cilët janë duke të kërkuar, pa lodhur shumë vullnetar, emigrantë shqiptarë të cilët janë duke bërë gjithçka për kërkimin tënd dhe për gjetjen tënde. Stella, ka diçka tjetër që mund të publikohet në historinë e Lirimit? Po Aida, dua të them se vazhdojnë informacione të shumta dhe momentalisht kanë ardhur disa informacione. Një zotëri pohon që e ka parë para 2 muajve dhe e ka takuar kanë pirë kafe së bashku në një lokal në Fidenca. Informacionet vazhdojnë ende që të vinë për Parma. Unë do doja domethënë që të ishin sa më konkrete dhe sa më të sakta. Kemi një telefonat, Stella, të kërkojmë ndjes në këto momente. Linja numër 1, regjia, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, zotëri. Urdhroni? Ju keni dhënë një informacion për një mirëmbrëma. Ju keni dhënë një informacion për një person që ne kërkojmë natën e sotme. Lirim Hakanin. Do doja ta shikoni edhe një herë foton dhe të Po. Pra, cili është informacioni juaj? Po, unë njoh shumë mirë këtë djalën. Si? Sepse ne kemi qenë edhe ishin këtu në Parma bashkë me Ilirin.
Ky ka qenë djalë i vogël në atë kohë. Po? Edhe kemi jetu për ca kohë në Langirano. Pra ju Po njëni... edhe këti kanë vdekje dy vëllezër. Kam njoftë edhe baban e këtij. Në ato vite. Po unë kam taku këte, nuk e di tash se më mirë, para një viti gjysmë në një qendër komerciale në Parma, dhe e pyeta o Lir, çfarë do ku je, po s'kam pa. Edhe më tha që jetoj në Fidenca dhe ishte i shoqëruar me një vajzë që nuk ishte shqiptare, tha jetoj me këtë, tha në Fidenca, tha dhe punoj, nuk kujtohet mirë se çfarë punë më tha. Se i thashë nuk jam në Langirano, jo, tha kam ikë, tha tash jam në Fidenca, tha jetoj me këtë vajzë, por nuk e di rusa, Ukraina, nuk më kujtohet mirë. Se nuk e vorë rëndësi kështu. Por që ishte shumë mirë, se unë... Pra dhe njëri keni parë... parë... ditëm të shikur e pashtu në programin e juaj, thash... Thatë në një qendër komerciale në Fidenca të Parmës, apo jo? Para një viti e një vit e gjysëm. Po. Që nga i moment e keni parë më? Para një vit e gjysëm e kam pa. E keni parë më që nga i moment? Nuk e kam pa më me të drejtën... Nuk e kam pa më. Unë ju falenderoj shumë për telefonatën tuaj dhe për informacionin. Pra ju e keni njohur për para dhe kjo vërteton dhe njërë se para një viti... Falenderoj dhe unë për program. Falemderit për shëndetje, natën e mirë. Kjo tregon se para një viti ka qenë shëndoshe mirë. Mbas një viti e këtej dhe në këtë momenti që ne flasim, kjo na intereson. Shpresoj që të kemi telefonata nga të gjithë ata personat cilët e njohin dhe që dinë se ku ndodhet në këto momente. Duhet thënë se kemi arritur të gjejmë dhe një kontakt tjetër që mund të ndodhi sonte me një person i cili është shumë afër lirimit, gjithsesi nuk e dim është i vërtetë apo jo. Ky informacion jemi duke verifikuar, ndërkohë që ka diçka tjetër për të publikuar në lidhje me Lirim Hakanin. Po? Dhe informacionin që para 2 muajve, zotëria tha se e kam takuar në Fidenca dhe këshim pirë një kafe së bashku. Unë të doja që dhe ju bëja thirrje të gjithve që të gjitha informacionet të jenë sa më të sakta dhe sa më konkrete në mënyrë që të na çojë në rrugën e dur drejt lirimit. Bernard, ka pasur diçka në lidhje me postën tonë elektronike apo një lëvizje nga shqiptarët e Italisë, sidomos të Parmës? Shqiptarët janë treguar të gatshëm për hir të vërtetës për të na ndihmuar, por vetëm se duan diçka më konkrete, një adresë më konkrete të tij, pra. Edhe një mënyrë për t'ju afruar, ndoshta një numër telefoni apo diçka për ta marrë direkt nga Italia. Le ta shpresojmë që kjo të ndodhi deri në fund të emisionit. Do të presim deri në fund të emisionit duke shpresuar që vërtet vetë ai do të marrë dhe do të telefonojë. Atëherë, nëse ka diçka tjetër që mund të publikohet për historinë e Lirim Hakanit, unë do doja ta publikojmë. Pra ndërpresim rrjedhën e emisionit tonë dhe publikojmë çdo informacion që vjen në adresë të tij, ndërkohë që dhe korespondentja jonë atje është duke bërë lëvizje pra me policinë italiane, sidomos me kuesturën e Parmës për të marrë vesh se a mund të kemi pra një numër kontakti të tij, është pak e vështirë sepse ruhet privatësia e personit. Gjithsesi, le të shpresojmë që ndoshta përmjet dosjes që ai ka në policinë e Parmës, duke parë parasysh se ai disponon të gjitha dokumentat në shtetin italian, mund të ketë lënë dhe një numër telefoni në mënyrë të tillë që ne të kontaktojmë natën e sotme. Gjithsesi, unë shpresoj që vetë ai të telefonojë nëse është gjallë dhe na ndjek sonte ose i përcillet informacioni dhe mesazhi jon, pra të telefonoj dhe të kthej përgjigje, pra të kthej përgjigje nënës së tij që është gjallë dhe shëndoshe mirë. Atëherë, keni diçka tjetër për të shtuar? Prapi bëj thirrje Lirimit. Liri. Ma plotso këtë boshllëkje, kam 5 vjet që s'kam parë. Liri. Të presim me shumë padurim, Liri, një telefonat, Liri, asnjë gjë tjetër. Liri, të thret ajo shtëpia jote që i bë me krahët e tuja, Liri, me djersën tate. Kur po vije për në Tiranë, sikur më tërhiqte shtëpia nga mrapa, thotë jepi porositë e mia. S'm ka lënë Liri për gjysëm, dua të zbukurohem dhe unë, siç është i bukur dhe Liri. Liri, shpirti i mamit, Liri, të ka mamit xhan. Kusht ka hyrë në mes, që tu ka kyqur goje me ne.
Shpirti i mamit Liri. Mami, kam një breng tjetër të madhe. Te kam një dhimbje të 3 fisht me ty Liri. Mere guximin dhe fol thonte një fjalë Liri. Se ndoshta sot i javë ndoshta ke qenë duke festuar ditëlindjen. Ke qenë dike. Ke qenë mami Liri. Mami të ka gjanë. Ne do të presim si 93-shin. Kur erdhe për herë të parë nga Italia. Këtë kemi bërë si dasër, Liri. Kemi prit një grup njerëzish shumë porto, Liri. Shpirti i mamit, Liri. Ashtu do të presim prap, Liri. Liri, pavarësisht, kjo shkëputje e gjatë me ne. Do të jetë si në fillim, Liri. Gjithçka shumëzohet me zero, Liri. Shpirti i mamit, Liri. Ma plot sok të boshlik, Liri. Mungesën e vëllezërve tuaj, Liri. Qi kishe krah, Liri. Shpirti i mamit, Liri. Hajde zbukuroje shtëpinë tate, Liri. Dersën tate, Liri. Soshi niprat e tuaj, Liri. Nëna do shkosh të marrësh dajën, Liri. Më posi nga makina, Liri. Njëri s'të një fare, Liri. Po tjetër të mban mend, Liri. Ka qenë veç një vjeç e gjysmë, Liri. Pa të qofin fotografi, Liri. Kjo është daja jonë, thoj. Shpirti i mamit, Liri. Ty të kanë vetën ndaj, ty të kanë mbështetje, Liri. Për motrën tate, Liri. Ka nevoj për ty, Liri. Se vetëm një vllai i mbeti, Liri. Shpirti i mamit. Kemi një dhëndër, Liri, që s'na e ka kusht, Liri. Kemi një djalë të mrekullueshëm, Liri. Rrin gjithmonë pranë nesh, Liri. Na mban me kurajo, Liri. Na jep forcë, Liri. Po ne kemi breng të madhe, Liri. Kemi një plak të madhe të pashëruar, Liri. Derisa në fundin e jetës, Liri. Le të shpresojmë që ai do ta dëgjojë thirrjen tuaj. Zonja Makbule, të shpresojmë që të ketë njerëz të cilët mund të ndihmojnë natën e sotme, mund të t'i çojnë këtë mesazh